Sistemi arsimor parauniversitar në vend po përballet me një tkurrje të shpejtë të numrit të nxënësve si pasojë e faktorëve demografik me plakjen e popullsisë dhe emigracionit në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Instat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik, numri i përgjithshëm i nxënësve në arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm ka pësuar një rënje me 3%. Numri total i të regjistruarve zbriti nga 329.827 nxënës në vitin akademik 2023-2024 në 339.807 nxënës në vitin vijues 2024-2025. Nisur nga një mesatare prej 25 nxënësish për klas, llogaritet se gjatë kësaj periudhe janë mbyllur rreth 400 klasa. Kjo rënje reflektohet në të gjitha ciklet. Burimi zyrtar saktëson se goditjen më të rëndë e ka marrë arsimi fillor, i cili u tkurr me 4.710 fëmijë më pak, duke zbritur në 136.379 nxënës të regjistruar. I njëjti trend negativ vërehet në ciklin e lartë të arsimit bazë, ku numri i nxënësve ra me 2.745 persona, duke shkuar në 114.238, si dhe në arsimin e mesëm, ku gjimnazet dhe shkollat profesionale numërojnë 2.565 nxënës më pak. Ekspertët e shohin këtë dinamik si një kamban alarmi, pasi zbrazja e klasave fillore parashikon një tkurrje afatgjatë që do të zhvendoset gradualisht edhe në universitete e në tregun e punës. Emigracioni i familjeve të reja mbetet një nga shkaqet kryesore, ku ndryshe nga vitet e kaluara, largimet po bëhen në blok familjar. Ndikim të fortë ka edhe rënja e lindëshmërisë për shkak të ndryshimit të stilit dhe kostos së jetesës. Krahas largimit jashtë vendit po ndodh edhe një braktisje e zonave rurale drejt qendrave të mëdha si Tirana e Durrësi, gjë që po çon në mbylljen e shkollave apo krijimin e klasave kolektive në përrethe. Kjo tkurrje pritet të japë një goditje zinxhir në të gjithë ekonominë. Në planin afatshkurtër, rënja e numrit të nxënësve sjell çeku i lipër në menaxhimin e burimeve njerëzore, duke krijuar tepritës të stafit mësimor. Përrjedhoj, mësuesit rrezikojnë të mbeten pa normë të plot orësh ose pa punë, ndërsa qeverisë do t'i duhet të rishikojë formulën e financimit. Në planin afatgjatë, ky trend do të përkthehet në më pak aplikime në universitete, duke vënë në rrezik ekzistencën e shumë degëve të studimit, sidomos në universitetet rajonale.